Detajet e fundit dhe të dhënat e fundit se sa votues, se sa persona kanë ardhur për me votu në këtë qendër. I nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. A na tregon se deri në cilën orë kemi të dhënat e fundit? Kemi mbledhur në orë 13. Okej, do të thonë janë të dhënat para 2 minutave. A na tregon pra në këto të dhëna se sa persona kanë shfrytzuar të drejtën e votës në këtë qendër dhe sa të tjerit kanë të drejtë të votojnë në këtë qendër? Faleminderit. Në këtë qendër të votimit, gjithsej kanë të drejtën e votimit 3099 persona. Janë 4 vend votimi, deri me tani që po flasim, do më thonë para pak 2 minutash, kanë votu 555 votues. Po, si ka shku procesi i këtyre 555 votuesve? A është raportu për diçka që ka mujt me dalë jashtë asaj që e prish qetësinë e zgjedhjeve ose diçka? Është vetëm një problem që deri me tani që është evident, do të thonë që votuesit të cilët kanë votu herave të tjera këtu nuk janë, ju ka ndryshuar qendra e votimit. Arsyeja pse nuk e dim, edhe ata personalisht nuk e din, vetëm po duhet me i kërku në për do më thonë aplikacionet e KQZ-s dhe për i gjemë si janë për vendet të tjera dhe sigurisht që po janë të irrituar pse ka ndryshu kjo situatë kështë. Për ju sa paraqet kjo problem ndoshta në qoftë se vinë, sepse e kemi pa që në këto zgjedhje nuk ka përfaqësues të KQZ-s që qëndrojnë në shkolla siç u ka ndodhur dhe më herët, dhe sa ju paraqet problem, tu e di që jeni vetë ju ata që po merrni me gjithë këtë proces. Është me të vërtetë problem sepse nuk i kemi tavolinën ndihmëse e cila i ka kryer më herët këtë punë dhe kanë qenë 2 persona, tash këto zgjedhje nuk i kemi asnjë person. Po mundu na on bashkë me personin tjetër që nga ki vota edhe dikush nga kryesues që për njojnë aplikacionet edhe për ndihmojnë, domethënë ashtu po gjindemi si po mujnë. Faleminderit shumë për kohën.